Selam aleikum. Magjia e sëmundjes. Është një lloj magjie që merr formën e një sëmundjeje. Ka një ndryshim kjo lloj sëmundjeje, sepse dhimbja kalon nga një gjymtyr tek tjetra, pa shkak të qartë. Pra, ndjen dhimbje për shembull tek koka. Shkon vizitohet i thon s'ke asgjë. Bën analizat, çdo gjë del mirë. Pa pritmas, kjo dhimbje kalon në një gjymtyr tjetër e kështu me radhë. Atëherë, kjo është një shenjë që personi në fjalë është i prekur nga magjia. Shërimi patjetër është në dorë të Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë shëron. Zoti i gjithësisë është ai që na shëron. Allahu i lartësuar është shëruesi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Unë e këshilloj personin i cili është prekur nga kjo lloj magjie, që gjëja e parë që të bëj është thot shahadetin. Gjën bazë, shtyllën kryesore të muslimanit. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet përveç tij. Dhe Muhamedi është i dërguari i tij. E këshilloj personin në fjalë që të marrë abdes. Të mësoj pra si merret gusull, si merret abdes, pra larja e përgjithshme e trupit. E këshilloj këtë person që të falë namaz. Sepse namazi, falja e namazit është lidhje me Zotin e gjithësisë. Lutja që ti bën në sejdë, ti e pranë Zotit të gjithësisë, është mirësi e madhe namazit dhe është shans që Allahu i lartësuar të të shëroj, që Zoti i gjithësisë të ti pranoj lutjet, që Allahu i lartësuar të të shpëtoj dhe të të ruaj prej të këqijave. E këshilloj normal personin në fjalë që t'i zbatoj detyrat fetare, siç është respektimi i prindërve, mbajtja e lidhjeve farefisnore, të mundohet personin fjalë të ruhet prej gjunafeve. Po ashtu, lutje. Sa më shumë lutje, dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, lutjet para që bëhen, pra lutjet që bëhen para se të flesh gjumë, gjitha këto i gjen tek libri, është një libër mboroja e muslimanit, ky libër. Unë këshilloj çdo njërin që t'i mësoj këto sure. Të mësoj surën Fatiha, të mësoj surën Ikhlas, surën Falaq, surën Nas, ajetin Kursi, mësoj këto. Dhe këto këndoj shpesh. Për shembull, mundohu çdo ditë gjysmë ore ose një orë, ti lexosh vetes, derisa të qetësohesh nga problemi i magjisë. Po ashtu, mos shko tek pseudo-hoxhallar, të cilat bëjnë nuska, hajmali, magji apo bashkëpunim me xhin. Mos shko në vendet ashtu quajtura të mira. Allahu i lartësuar shëruesi, lutju drejt për drejt Zotit gjithësisë. Mos shko tek fallxhorët, magjistarët. Mos kërko shërim tek dikush apo prej diçkaje tjetër përveç Allahut, sepse kjo e prish besimin e pastër në një Zot dhe i zhvlerëson veprat. Kjo bëhet shkak që ty të përkeqësohet gjendja, sepse ai që kërkon shërim prej dikujt tjetër përveç Allahut i bën shork Allahut lartësuar dhe bën mëkatin më të madh, Zoti na ruaj. Nëse nuk di të lexosh Kur'an, mund të shkosh tek një imam xhamie dhe ti kërkosh të lexoj Kur'an. Pra, këto sure ose sure tjera, pra, po më e mira është ti vetë lexosh Kur'an. Vetes ti këndosh ti bësh rukje vetes ti. Pra, këto sure që unë sapo i përmenda, edhe lexoja vetes tënde. Normal, të këshilloj të ndjekësh këto këshilla dhe lutju Zotit gjithësisë me sinqeritet, sepse Allahu i lartësuar është shëruesi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Lutju me bindje të plotë se Zoti i gjithësisë është ai që na ruan dhe na shëron.